Kryeministri Rama, i shoqëruar nga zëvendës kryeministri Balluku, zhvilloi dje në qarkun e Fierit takim me kandidatët për deputet të Partisë Socialiste në këtë qark për zgjedhjet parlamentare të 11 majit dhe takime elektorale me të rinjt, biznesin dhe qytetarët. Në Fier, para të rinjve dhe atyre që votojnë për herë të parë, ai kërkoi votën e tyre për të bërë të mundur futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. 11 maj është një takim me historinë, sepse në 11 maj të gjithë votuesët e parë, të gjithë vajzat e djemtë e këtij vendi, të gjitha treja, të gjithë të rinjt, me votën e tyre do të vendosin për Shqipërinë me BE-n në Europë dhe për të bërë qytetarë të barabartë të Europës duke marrë pasaportën evropiane. Në Roskovec u prezantuan kandidatët për deputet. Në qytetin e Patosit, kryeministri Edi Rama kërkoi një fitore rekord për Partinë Socialiste. Gjatë fjalës së tij, Rama foli edhe për Berishën, duke i quajtur një 80 vjeçar që nuk di çfarë thot dhe çfarë kërkon. Kështu që deri në 11 maj bëni çmos që së bashku me këtë mundeni të derdheni lum në kutitë e votimit. Bëni çmos që të bindni ata që ende kanë dyshime. Bëni çmos që të bindni edhe demokratët. Se 11 maj është shumë i ngjashëm me 22 marsin. E shumë vite më parë, kur shumica dërmuese shqiptarëve votuan Partinë Demokratike, jo se ishin të tërë me Partinë Demokratike, por se në ato zgjedhje duhej marrë një vendim për të mbyllur një histori dhe për të hapur një histori të re. E njëjta gjë është në 11 maj. Zëvendës kryeministri Balluku, që shoqëroi Ramën, u shpreh se mandati i katërt do të jetë hapja e kapitullit të ri për Shqipërinë evropiane. Në këtë ditë madhe, në takimin përmbyllës të një fushate të gjatë dhe plot entuziazëm, të një fushate për zgjedhjet më të rëndësishme që ka pasur ndonjëherë vendi ynë, jemi në prag të një momenti historik. Mandati i katërt i Edi Ramës, mandati i katërt Partisë Socialiste është hapja e një kapitulli të ri të historisë tonë. Hapja e kapitullit të ri të Shqipërisë europiane, Shqipërisë 2030. Shqipëria ka kaluar shumë. Shqiptarët kanë luftuar për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është një rrugë e gjatë me sakrifica, një rrugë ku të gjithë ne kemi kontribuar dhe me Edi Ramën në krye jemi vetëm një hap larg.